Prokuroria e Durrësit ka lëshuar sot 33 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për përfshirje në skandalin e mbetjeve të rrezikshme që lidhet me kompaninë Kurum. Nga këto, 26 janë masa arrest me burg dhe 7 masa arrest shtëpie. Operacioni për ekzekutimin e masave është shtrirë në 3 qytete: Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Mes personave për të cilët janë firmosur këto masa janë drejtues të Kurum International dhe kompanisë shqiptare Sokolaj, si dhe zyrtar të doganës e biznesmen. Mas siguria është lëshuar edhe për ish drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Arta Dollani, e cila është lënë me arrest shtëpie për shpërdorim detyre dhe shkelje të procedurave ligjore lidhur me mbikëqyrjen dhe dhënien e lejeve mjedisore. Hetimet kanë konfirmuar se mbetjet e sekuestruara në 102 kontejner kanë rezultuar të rrezikshme pas analizave laboratorike të kryera nga autoritetet kompetente. Këto mbetje ishin bllokuar në portin e Durrësit pas dyshimeve se po trajtoheshin apo transportoheshin në kundërshtim me ligjin dhe standardet mjedisore.